Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vim juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Revolta qytetare në Tiranë shënoi ditën e 39, ndërsa protestuesit u rikthyen sërish përpara kryeministrisë me kërkesën për largimin e qeverisë dhe ndryshimin e sistemit politik. Ajo që nisi si kundërshtim ndaj projektit në zonën e Zvërnecit është zgjuar në një lëvizje me kërkesa më të gjëra institucionale dhe politike. Organizatorët deklaruan se protesta do të vijojë të jetë paqësore dhe se mobilizimi nuk do të ndalet deri në realizimin e kërkesave të tyre. Pas më shumë se një muaj protestash, revolta qytetare në Tiranë ka hyrë në ditën e 39 të saj. Qytetarët u mblodhën sërish përpara kryeministrisë duke përsëritur kërkesat për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshimet e modelit politik që sipas tyre ka ndikuar në funksionimin e institucioneve dhe zhvillimin e vendit. Lëvizja shqiptare, e cila nisi fillimisht si reagim ndaj projektit të zhvillimit në zonën e mbrojtur të Zvërnecit, Vjos-Nart, u shndrua më pas në një protestë kundër qeverisë dhe mënyrës së funksionimit të sistemit politik. Gjatë ubimit protestuesit përsëritën sloganet e tyre në ditët e fundit, ndërsa organizatorët theksuan se kërkesat mbetet të padryshuara: largimi i qeverisë, krijimi një administracie teknike tranzitore, reforma në sistemin politik dhe rishikimin e ligjeve që sipas tyre favorizojnë interesa të veçanta. Në fjalimet e mbajtura nga podiumi u ngritën dhe kritika ndaj vendimit të qeverisë për financimin e koncertit të Kanye West, ndërsa organizatorët njoftuan një protestë kombëtare në 11 korrik në ditën kur ishte planifikuar zhvillimi i aktivitetit muzikor në Tiranë. Pavarësisht kalimeve të javëve, organizatorët deklaruan se pjesëmarrja e qytetarëve dëshmon vijimin e pakënaqësisë publike dhe se protestat kanë hyrë në një fazë të re të qëndresës. Bulevardi përpara kryeministrisë vijon të jetë pika kryesore e grumbullimit të protestuesve, të cilën deklaruan se do të vazhdojnë mobilizimin deri në realizimin e kërkesave të tyre. Në një intervistë për Britaniken Truth Times, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha i ka cilësuar protestat e udhëhequra nga të rinjtë në Shqipëri si lëvizjen më domethënëse politike që për rënjes së diktaturës komuniste. Ai kërkoi dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie jo partijake, ndërsa akuzoi autoritetet për keq menaxhim të situatës dhe përpjekje për të dëmtuar imazhin e protestës. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar për zhvillimet e fundit politike në vend përmes një interviste për mediat britanike Truth Time, ku ka komentuar protestat qytetare të zhvilluara gjatë javëve të fundit. Berisha i ka cilësuar protestat e udhëhequra nga të rinjtë si një nga lëvizjet më të rëndësishme në Shqipëri pas viteve 90, duke krahasuar ato me ndryshimet politike që psuan rënjen e regjimit komunist. Në intervistë, lideri demokrat kërkoi dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, duke pretenduar se qeveria ka humbur legjitimitet për drejtuar vendin. Sipas tij, zgjedhja duhet të jetë krijimi një qeverie kujdestare jo partijake që do të përgatisë zgjedhjet e reja. Berisha dënoi atë që e cilësoi dhunë ndaj protestuesve dhe hodhi poshtë pretendimet për ndikime apo ndërhyrje të faktorëve të huaj në zhvillimet e fundit. Ai deklaroi gjithashtu se autoritetet janë përpjekur sipas tij të japin lëvizjes një imazh antisemist përmes akuzave që lidhen me incidentet gjatë protestave. Një pjesë të intervistës ja e kushtoi dhe çështjeve të projektit Albania Files, një me parathënie të kryeministrit Rama, për cilën Berisha ngriti akuza për korrupsion dhe e cilësoi si një nga çështjet më të mëdha që sipas tij duhet të hetohet. Kreu i opozitës përsëriti akuzat ndaj qeverisë për mungesë transparence dhe kërkoi që qytetarët të vijojnë protestat. Deklaratat e tij janë pjesë e përplasjes së vazhdueshme politike mes opozitës dhe mazhorancës, ndërsa qeveria ka kundërshtuar vazhdimisht akuzat e ngritura nga opozita. Vendimi i qeverisë për të financuar me 4 milion euro koncertin e Kanye West ka ndezur debat publik dhe reagime të shumta në rrjetet sociale, ku kryeministri Edi Rama e ka mbrojtur këtë vendim, duke argumentuar se bëhet fjalë për një investim strategjik në promovimin e turizmit dhe ekonomisë që sipas tij do të sjellë përfitime shumë fish më të mëdha. Ai hodhi poshtë edhe kritikat se fondet janë marrë në dëm të shëndetësisë dhe skemave sociale. Vendimi i qeverisë për të akorduar 4 milion euro për organizimin e koncertit të Kanye West përmes një akti normativ që përdor fonde nga fondi i emergjencës ka shkaktuar debat të gjuhur publik dhe reagime të shumta në rrjetet sociale. Përballë kritikëve, kryeministri Edi Rama ka mbrojtur vendimin duke e cilësuar atë si një ndërhyrje të domosdoshme për të shmangur dështimin e një eventi që sipas tij do të sillte mijëra vizitorë në Shqipëri dhe do dëmtonte imazhin e vendit përballë qytetarëve nga rreth 80 shtete që kanë blerë biletat. 4 milion euro në minutën e fundit për të mos humbur
për një mundësi fantastike promovimit të Shqipërisë turistike për një nga komunitetet më të mëdha të botës, dashamirësit e muzikës për të stimuluar ekonominë, e cila sa për një shembull, sipas UEFA-s, pati një hyrje për 160 milion eurosh nga finalja e Conference League, ndërkohë që nga ky koncert në kushtet e vështirësuara artificialisht prej dështak zemrakëve në ne llogarisim jo më pak se 100 milion euro të ardhura. Mjafton të shihet shpërthimi i rezervimeve në booking.com për të premten, të shtunën e të dielën, për të krijuar një ide të përfitimit direkt ekonomik për familjet, bizneset dhe arkën e Bashkisë së Shtetit nga rritja e konsumit pa llogaritur këtu fare, përfitimet e shtrira në kohë. Një pjesë e kritikave janë përqendruar te fakti se qeveria ka financuar një aktivitet privat, ndërkohë që sipas kundërshtarëve, sektorët si shëndetësia ka nevoja më urgjente. Mirë ky popull e mirë çdo i sëmur, po të mbeteshin në kthetrat e këtyre zabrahanëve digjital, të mbështetur në këtë rast nga duart e armiqve dashakeqës të Shqipërisë, të cilët lëshojnë pa pushim helm në kanale sociale përmes 10 mijëra profile shfallco, duke përfituar nga etja për pushtet dhe kokëboshësia e uzurpatorëve të protestës qytetare. U kujtoi të tërve se vetëm pak ditë më parë ne nxorën 15 milion euro plus vetëm për ilaçet e të sëmurëve me kancer dhe 5 milion për aparatura mjekësore, dyfishuan mbështetjen për personat me aftësi të kufizuar dhe mbështetëm kujdestarët e tyre, dyfishuan mbështetjen për fëmijët me aftësi të veçanta, dyfishuan financimin e startupeve, dyfishuan garancinë sovrane për programin Dyfisho biznesin tënd, financuam një paketë të tërë ekstra për zhvillimin urban e rural, mbrojtjen dhe të gjitha këto e të tjera akoma ishin dhe me aktin normativ të fund qershorit, ku qershia mbitort ishte padyshim bonusi i pensionistëve. Në reagimin e tij, kryeministri akuzoi kundërshtarët politik që sipas tij grupe që kanë privatizuar protestën qytetare dhe po përpiqen të manipulojnë opinionin publik dhe të pengojnë zhvillimin e vendit. Rama u shpreh se fushata e kritikëve nuk do ndikojë në vendimet e qeverisë, duke kumgullur se investimet në organizimin e koncertit do të sjellë përfitime afatgjata për ekonominë dhe promovimin ndërkombëtar të Shqipërisë. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa ka kundërshtuar vendimin e qeverisë për akordimin e 4.2 milion eurove nga Fondi Rezervi Emergjencave për koncertin e Kanye West. Ajo akuzoi mazhorancën se po përdor fondet publike për një aktivitet privat, ndërsa nevojat reale të emergjencave sipas saj janë lënë pasdore. Zhupa deklaroi se kuvendi nuk duhet të shërbejë si noter i vendimeve që sipas opozitës bie ndesh me kushtetutën. Vendimi i qeverisë për të financuar koncertin e Kanye West me 4.2 milion euro nga Fondi Rezervi Emergjencave ka sjellë reagime nga opozita. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa ka kundërshtuar përdorimin e këtij fondi duke deklaruar se një pjesë e konsiderueshme e parave të destinuara për situatat e jashtëzakonshme po përdoren për një aktivitet privat. Kjo nuk është thjesht një zgjedhje e gabuar politike apo një shpërdorim i zakonshëm i tyre i parave të buxhetit, por kësaj radhe është edhe një shkelje e Kushtetutës së Republikës Shqipërisë, sepse bie ndesh me qëllimin dhe arsyen që është ngritur neni 101 i Kushtetutës dhe atë që parashikon neni 101 i Kushtetutë, i cili lejon nxjerrjen e akteve normative vetëm në rast nevoje dhe urgjence. Emergjencat për cilat ekziston ky fond janë, siç tham, tërmetet, përmbytjet, zjarret, fatkeqësitë që rrezikojnë jetën, pronën, sigurinë e qytetarëve, dhe jo financimi i një koncerti që nuk shet dot biletat. Vetëm këtë fundjavë u dogjën mijëra hektar ullishte pemtore pye dhe zjarfiksit luftojnë me flakët me deg peme. Deputetja demokrate kritikoi dhe mënyrën e miratimit të vendimit përmes aktit normativ, duke deklaruar se kuvendi dhe deputetët nuk duhet të shndrohen në një mekanizëm formal që thjesht miraton vendimet e qeverisë. Deputetët nuk duhet të bëhen edhe një herë më shumë noterët e ngritjes së kartonit të një vendimi që shkel Kushtetutën, që shkel nenin 101 të Kushtetutës, cënon kuptimin e vet fondit të emergjencave, por edhe tall qytetarët shqiptarë. Shteti nuk mund të trajtojë si emergjencë një koncert privat, se kështu ka dëshirë Edi Rama. Ky është një test i radhës për respektimin e Kushtetutës dhe për përgjegjësinë që duhet ketë qeveria dhe kuvendi për menaxhimin e parave të shqiptarëve. Debati për financimin e koncertit të Kanye West ka shkaktuar përplasje politike me mazhorancën që e ka argumentuar vendimin me ndikim ekonomik dhe promovimin e Shqipërisë, ndërsa opozita e kundërshton si një përdorim të pajustifikuar të parave publike.
Një javë pas vendimit të gjykatës kushtetuese që urdhëroi rishqyrtimin e masës së sigurisë ndaj Erion Veliajt, avokatët e tij i kanë kërkuar gjykatës së lartë të përshpejtojnë shqyrtimin e çështjes. Mbrojtja argumenton se çdo vonesë synon lirinë personale të kryebashkiakut dhe e pengon atë të ushtrojë mandatin e fituar me votë. Sipas saj, rishqyrtimi duhet të jetë i plotë dhe të marrë në konsiderat gjendjen aktuale juridike dhe faktike. Mbrojtja e Erion Veliajti është drejtuar gjykatës së lartë me një kërkesë për përshpejtimin e shqyrtimit të masës së sigurisë, një javë pas vendimit të gjykatës kushtetuese që urdhëroi rigjykimin e çështjes. Përmes një deklarate, avokati Plaren Dreca theksoi se kërkesa nuk është formale, por mbështetje në pasojat konkrete që sipas mbrojtjes sjell zgjatja e paraburgimit për lirinë personale të Veliajt, ushtrimin e mandatit të tij si kryetar bashkisë së Tiranës dhe funksionimin e qeverisjes vendore. Sipas argumentit të paraqitur, Veliaj ka marrë mandatin e tretë në krye të Bashkisë së Tiranës në qershor të vitit 2023, ndërsa ai përfundon në qershor 2025. Mbrojtja thekson se tashmë ka kaluar më shumë se gjysma e mandatit dhe për çdo shtyrje të mëtejshme e vendimarrjes rrezikon ta bëjë të pamundur ushtrimin efektiv të funksionit për cilën është zgjedhur. Avokatët nënvizojnë se vendimi i gjykatës kushtetuese nuk kërkon një rivlerësim formal të çështjes, por një kontroll efektiv mbi proporcionalitetin e masës arrest në burg, respektimin e lirisë personale, prezumimin e pafajësisë, dinjitetin e individit dhe ndikimin që masa ka mbi mandatin e fituar me votë. Sipas tyre, gjykata e lartë duhet të shqyrtojë çështjen mbi bazën e rrethanave juridike dhe faktike që ekzistojnë në momentin e vendimarrjes. Erion Veliaj ndodhet në paraburgimin e Durrësit që prej 10 shkurtit të vitit kaluar, ai jetohet nga strukturat e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për veprën penale të korrupsionit pasiv në 13 episode. Sipas organit akuzës, në bashkëpunim me bashkëshorten e tij, Ajola Xoxa dhe disa biznesmen, ai dyshohet se ka përdorur detyrën e kryebashkiakut për të favorizuar alokimet e fondeve publike për funksion të përfitimeve personale. Hetimet për çështjen vijojnë, ndërsa pritet që gjykata e lartë të shprehet mbi masën e sigurisë në zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese. Zëvendës drejtori i kadastrës Dibër Daniel Gjura është arrestuar nga policia pas shpalljes në kërkim për akuzat e mashtrimit dhe falsifikimit të dokumentave. Arrestimi vjen pas një operacioni ku godit një skemë e dyshuar për tjetërsimin e palishëm të pronave, ku përfshin punonjës dhe ish punonjës të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Zëvendës drejtori i kadastrës Dibër, Daniel Gjura, është arrestuar mbrëmjen e së martës nga policia pas disa ditësh në kërkim. Ndaj tij ishte caktuar masa e sigurisë arrest me burg për veprën penale, mashtrim dhe falsifikim dokumentash të kryera në bashkëpunim. Arrestimi i Gjurës vjen pas operacionit të zhvilluar nga policia e shtetit në Dibër, ku u zbulua një skemë e dyshuar kriminale për tjetërsimin e pronave të paluajtshme përmes dokumenteve të falsifikuara. Me 17 qershor, pas një hetimi 7 mujor, autoritetet ekzekutuan 14 masa ndaj punonjësve dhe ish punonjësve të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, si edhe ndaj personave të dyshuar që kanë përfituar nga veprime të kundërlishme. Sipas hetimeve paraprake, disa persona me detyrë aktuale dhe të mëparshme në kadastrën e Dibrës në bashkëpunim me një notere dyshohet se kanë falsifikuar dokumente dhe kanë kryer procedura administrative në kundërshtim me ligjin me qëllim kalimin e pronave të paluajtshme në favor të një shtetasi me iniciale TD dhe familjarëve të tij. Daniel Gjura ka mbajtur më herët edhe detyrën e drejtorit kadastrës Dibër, ndërsa në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 ka qenë kandidat për deputet në siglën e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Hetimet për këtë çështje vijojnë ndërsa autoritetet po verifikojnë rolin e secilit prej personave të përfshirë në skemën e dyshuar të tjetërsimit të pronave. Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim 15 persona të akuzuar si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Sipas PAK, rrjeti ka trafikuar mbi 8 ton drogë nga Amerika Latine dhe Spanja drejt vendeve të Bashkimit Evropian, ndërsa aktiviteti kriminal është dokumentuar edhe përmes komunikimeve në platformën e koduar Sky ACC.
Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet dhe është drejtuar gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar me kërkesë për gjykimin e 15 personave, të cilët akuzohen si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Sipas organit të akuzës, të pandehurit akuzohen për trafik ndërkombëtar droge, pjesëmarrje dhe drejtim të grupit të strukturuar kriminal. Për disa prej tyre janë ngritur dhe akuza shtesë për armbajtje pa leje dhe futjen e sendeve të ndaluara në institucionet e vuajtjes së dënimit. Në qendër të hetimeve ndodhet Artur Hoxha Osmani, Gent Nderjaku, Nazmi Shahini, David Patrut, Ermir Ndrejaj dhe Erion Alibej, të cilët sipas PAK kanë ushtruar rolin e drejtuesve dhe financuesve të aktivitetit kriminal. Ndërkohë, Klevis Hoxha Osmani, Ramazan Raja, Plaren Dervishaj, Amar Shkëmbi, Amer Dhoshi, Julian Meçaj, Bledar Polovina, Bashkim Haxhia dhe Endrit Sinani akuzohen si pjesëmarrës në grupin kriminal. Sipas dosjes hetimore, antarët e rrjetit kanë koordinuar aktivitetin kriminal dhe përmes komunikimeve në platformën e enkriptuar SkyECC, të siguruara nga autoritetet franceze dhe të administruara si prova në procesin penal. Hetimet kanë dokumentuar trafikimin e rreth 8126 kg lëndë narkotike. Sipas PAK, kokaina transportohej nga Brazili, Ekuadori dhe Kolumbia drejt Europës, ndërsa kanabisi dhe hashashi siguroheshin nga Spanja. Lëndët narkotike shpërndaheshin më pas në tregjet e Italisë, Belgjikës, Holandës, Spanjës dhe vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Procedimi penal është zhvilluar në bashkëpunim me autoritetet e drejtësisë në Francë, Spanjë, Belgjikë, Mbretërinë e Bashkuar, Holandë, Brazil, Itali dhe Ekuador, si dhe me Byron Kombëtare të Hetimit dhe Policisë së Shtetit. Sipas PAK, bashkëpunimi ndërkombëtar ka qenë vendimtar si gjatë fazës së hetimit, ashtu edhe në ekzekutimin e masave të sigurisë ndaj të dyshuarve. Në kulmin e sezonit turistik, siguria ushqimore dhe kontrollet ndaj subjekteve me ndikim në shëndetin publik dhe mjedis do të jetë prioriteti i inspektorëve. Kryeinspektori i përgjithshëm Dashnor Sula kërkoi rritjen e vigjilencës në qarkun e Fierit, një nga zonat kryesore për prodhimin dhe përpunimin e qumshtit. Reforma e re në sistemin e inspektimit synon unifikimin e strukturave dhe rritjen e efikasitetit të kontrolleve. Në prag të fluksit më të lartë turistik, institucionet e inspektimit kanë vendosur një fokus sigurinë ushqimore dhe kontrollin e standardeve të produkteve që konsumohen nga qytetarët dhe turistë. Kryeinspektori i përgjithshëm Dashnor Sula, gjatë një takimi me drejtues dhe inspektor të institucioneve të kontrollit në qarkun Fier, kërkoi angazhimin maksimal në terren, duke e cilësuar këtë zonë si një nga qarqet më të rëndësishme në vend për prodhimin dhe përpunimin e qumshit dhe në produkteve të tij. Qarku i Fierit ka disa stabilimente shumë të fuqishme për sa i përket prodhimit të bulmetit, pa parasysh mbashtrimin që ka të baktive të mëdha siç janë lopët dhe të prodhimit të qumshit jashtëzakonisht të madh, të sasisë së tij dhe të përpunimit të këtyre produkteve të qumshit, të cilët ka stabilimente që do duhet që inspektorati i AKU-s do duhet të ketë vigjilencë të shtuar përsëris, sidomos në këtë periudhë dhe të periudhës së turizmit, duke pasur parasysh dhe shtimin 4-5 fish të numrit të turistëve, qoftë vendas dhe qoftë të huaj. Kontrollet të gjatë kësaj periudhe do të përqendrohen në garantimin e sigurisë ushqimore, por dhe tek subjektet që kanë ndikim në mjedis. Një vëmendje të veçantë do t'i kushtohet industrisë së naftës, si dhe përdorimit të pesticideve në sektorin bujqësor. Ka patur problematika ndër vite për sa përket ndotjes, sidomos të disa subjekteve të mëdha, ato në fushën e shpimit janë të naftës apo subjektet e tjera, të cilët ka qenë shqetësuese për qytetarët e Fierit, të gjithë qarkut të Fierit, do duhet të nështrohen rregullat dhe ligjeve në fuqi për mjedisin. Dhe kjo është e patolerueshme, po të paktën brenda 3 muajve që kjo shqetësim që ka qenë në të gjithë qarkun e Fierit do duhet të mbyllet një herë e përgjithshme. Inspektimet pritet të intensifikohen veçanërisht gjatë muajve të verës, kur rritja e konsumit dhe e vizitorëve kërkojnë një monitorim më të lartë në tregun ushqimor dhe të shërbimeve. Inflacioni në Shqipëri ka shënuar rritje gjatë muajit qershor, duke arritur në 3.2% dhe duke kaluar objektivën prej 3% të Bankës së Shqipërisë. Rritja është ndikuar kryesisht nga shtrëngtimi i ushqimeve dhe kostot e banimit që vijojnë të rëndojnë buxhetet familjare. Ekspertët vlerësojnë se presionet mbi çmimet mbeten të pranishme, ndërsa zhvillimet ndërkombëtare mund të ndikojnë në ecurinë e inflacionit gjatë muajve në vijim.
Pas disa muajsh stabiliteti, inflacioni në Shqipëri ka dhënë një sinjal rritje gjatë muajit qershor. Sipas të dhënave më të fundit, rritja vjetore e çmimit arriti në 3.2%, duke kaluar për herë të parë pas një periudhe objektivin prej 3% të vendosur nga Banka e Shqipërisë. Kjo normë përfaqëson nivelin më të lartë të regjistruar në muajit e fundit dhe tregon se presioni mbi koston e jetesës vijon të jetë e pranishme për familjet shqiptare. Në terma praktike, një inflacion prej 3.2% do të thotë se një familje që një vit më parë shpenzonte rreth 50.000 lekë në muaj për të njëjtën paketë madrash dhe shërbimesh, do duhet paguaj afërsisht 1.600 lekë më shumë. Rritja nuk nënkupton që çdo produkt është shtrenjtruar në të njëjtën masë, por se niveli mesatar i çmimeve për ekonominë është rritur në këtë ritëm krahasuar me një vit më parë. Sipas të dhënave, ndikimin më të madh në rritjen e inflacionit e kanë dhënë produktet ushqimore dhe pijet jo alkolike, të cilat kanë kontribuar në 1.02%. Për treguesin total, pas tyre rënditen shpenzimet për banesat, përfshirë qerat, ujin, energjinë elektrike, gazin dhe karburantet, me një ndikim prej 0.96%. Në rritjen e përgjithshme të çmimeve kanë ndikuar gjithashtu transporti, shërbimet e restoranteve dhe akomodimet, mobiljet dhe pajisjet e shtëpisë, pijet alkolike dhe duhani, si dhe aktivitetet e argëtimit, sportit dhe kulturës, ndërkohë grupi vetëm që ka regjistruar ulje çmimesh ka qenë ai i veshjeve dhe këpucëve. Rritja e inflacionit mbi objektivin vjen për një periudhë kur Banka e Shqipërisë ka paralajmëruar se ekonomia mbetet e ndikuar nga faktorë të jashtëm, përfshirë pasigurinë në tregjet ndërkombëtare dhe tensionet gjeopolitike. Institucioni qendror ka bërë të ditur se ecuria e çmimeve do të mbetet një nga treguesit kryesor në vendimarrjen e ardhshme monetare, ndërsa zhvillimet ekonomike globale mund të sillin presione të reja mbi inflacionin. Vijoj me informacione nga bota. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka certifikuar rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit. Lëvizja vetëvendosje ka dalë forca e parë politike me 53 mandate, ndërsa pas saj rënditen Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Pas certifikimit janë konfirmuar edhe ndryshime në përbërjen e grupit parlamentar të AAK-s pas dorëheqjes nga mandati të 2 kandidatëve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve parlamentare të mbajtura me 7 qershor, duke hapur rrugën për konstituimin e legjislaturës së re dhe vijimin e procedurave për formimin e institucioneve. Sipas rezultateve të certifikuara, lëvizja vetëvendosje ka fituar 47.13% të votave, duke siguruar 53 mandate në kuvend. Partia Demokratike e Kosovës rënditet forca e dytë me 19.44% të votave dhe 22 mandate, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë 69% të votave, që përkthehen në 18 ulëse parlamentare. Ndërkohë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka siguruar 6.74% të votave dhe do të përfaqësohet me 7 deputet në kuvend. Sa i përket vendeve të rezervuara për komunitetet jo shumicë, lista serbe ka fituar 9 dhe 10 mandate të garantuara për komunitetin serb, ndërsa një mandat i takon një forcë tjetër politike serbe. Po ashtu, Partia Turke KDTP ka siguruar 2 mandate, ndërsa 9 mandate të tjera të komuniteteve jo shumicë janë ndarë mes 9 subjekteve të ndryshme politike. Pas certifikimit të rezultatit janë konfirmuar edhe ndryshime në listën e deputetëve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kandidati për kryeministër Ardian Gjini, si dhe kandidati dhe deputetët Daud Haradinaj kanë hequr dorë nga mandatet e deputetit. Në vend të tyre ulësit në kuvend do t'i zënë Bek Berisha dhe Burim Ramadani. Dyshimet për një shtyrje të samitit të ardhshëm të NATO-s janë rrëzuar në përfundim të punimeve në Ankara. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Mark Rutte konfirmoi se takimi i liderave të 32 vendeve anëtare do të zhvillohet në Shqipëri, ndërsa data konkrete do të përcaktohet në vim. Lajmi u prit me entuziazëm nga delegacioni shqiptar me kryeministrin Edi Rama, që deklaroi se Shqipëria tashmë ka një rol më të rëndësishëm në skemën ndërkombëtare. Samiti i ardhshëm i NATO-s do të mbahet në Shqipëri. Konfirmimi erdhi nga sekretari i përgjithshëm i Aleancës Mark Rutte në përfundim të punimeve të samitit në Ankara, duke dhënë fund pasigurive nëse takimi i liderëve të 32 vendeve anëtare do të zhvillohej në Tiranë. Rutte bëri të ditur se vendimi për organizimin e samitit në Shqipëri ishte marrë më herët në Hagë, ndërsa sqaroi se ende nuk është përcaktuar periudha e saktë e zhvillimit të saj. Samiti tjetër do të mbahet në Shqipëri. Ky ishte vendimi i Hagës. Samiti do të mbahet në Shqipëri, por do të na duhet të vendosim për kohë.
zhvillohën, deklaroi Rut. Lajmi u prit pozitivisht nga delegacioni shqiptar i pranishëm në Ankara, i drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Përmes një reagimi publik, Rama kundërshtoi zërat se samiti mund të zhvillohej në Shqipëri, duke deklaruar se vendi ka fituar një peshë të re në marrëdhëniet ndërkombëtare. Po si thanë, nuk do bëhet samiti në Shqipëri? Kështu thanë, po ka ikur ajo kohë kur bëj çfarë të donin të tjerët në Shqipëri. Tani Shqipëria bën atë që thot dhe thot atë që bën, kështu që samiti i ardhshëm do jetë në Gjatë samitit në Ankara, liderët e vendeve anëtare diskutuan për sfida kryesore të sigurisë globale dhe miratuan një deklaratë të përbashkët kur i konfirmuan angazhimin ndaj mbrojtjes kolektive në përputhje me nenin 5 të Traktatit të Washingtonit. Një tjetër çështje e rëndësishme në agjendën e aleatëve ishte mbështetja për Ukrainën. Vendet anëtare u angazhuan që gjatë vitit 2026 të ofrojnë rreth 70 miliard euro në pajisjet ushtarake, ndihmë për trajnime, ndërsa synojnë të ruajnë të njëjtin nivel të mbështetjes edhe gjatë vitit 2027. Vendimi për zhvillimin e samitit të NATO-s në Tiranë shihet një ngjarje e rëndësishme diplomatike për Shqipërinë, e cila do të presë liderët e aleancës më të madhe ushtarake në botë. Të nderuar teleshikues, në vijim ju ftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 9 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me alternime kthjellime dhe vranësira të lehta kalimtare. Pjesa më e madhe e territorit do të dominohet nga moti me diell, ndërsa gjatë orëve të pasdites te relievet malore lindore priten vranësira të përkohshme pa reshje domethënëse. Temperaturat do të mbeten tipike verore. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa zonat e izoluara do të kenë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me moto ngrohtë të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 35 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metër për sekond. Deli do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:09 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 21 deri në 35 gradë Celsius, Kukës 18 deri në 32 gradë, Peshkopi 17 deri në 30 gradë, Tiranë 20 deri në 35 gradë, Durrës 24 deri në 32 gradë, Kavaj 23 deri në 32 gradë, Elbasan 21 deri në 35 gradë, Berat 22 deri në 35 gradë, Korçë 15 deri në 29 gradë, Vlorë 24 deri në 32 gradë, Gjirokastër 18 deri në 30 gradë, Sarandë 24 deri në 32 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 9 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mod kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë pasdites në disa zona malore mund të ketë vranësira të lehta kalimtare, por pa reshje të rëndësishme. Temperaturat mbeten të larta dhe karakteristike për sinën e verës. Paraditja do të jetë mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mod të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 33 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi i veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:59 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë:
Mitrovic 15 deri në 32 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 31 gradë. Skënderaj 15 deri në 32 gradë. Pej 15 deri në 32 gradë. Prishtinë 15 deri në 33 gradë. Gjakov 16 deri në 33 gradë. Malishev 16 deri në 33 gradë. Gjilan 15 deri në 32 gradë. Ferizaj 15 deri në 32 gradë. Kaçanik 14 deri në 31 gradë. Suharek 16 deri në 33 gradë. Prizren 16 deri në 33 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.